Zamfina Ismaili i del në mbrojtje Besart Kelmendi. Frustrimi nuk vjen si rufeja. Këngëtarja e njohur shqiptare Zamfina Ismaili, e cila prej vitesh është tërhequr nga muzika, ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me rastin e reperit Besart Kelmendi, i cili së fundmi është përfshirë në një incident me kompaninë Onima. Reagimi i saj vjen pas raportimeve se gjesti dyshohet se ka shkuar i armatosur dhe ka kanosur stafin e kompanisë që menaxhon të drejtat e tij autoriale në disa platforma muzikore. Përmes një Insta story, Ismaili ka bërë një reagim të ashpër, duke theksuar se nga përvoja e saj personale ka pasur një eksperiencë shumë negative me pronarin e kompanisë Onima. Sipas saj, veprimi i nxituar i gjestit mund të jetë rezultat i pakënaqësive dhe frustrimeve që janë grumbulluar ndër vite. Këtë që e pas ka bërë gjestin ndaj Onima është veç një revoltë e njeriut që jam e bindur e ka ngënjur gjatë dhe shumë. Frustrimi nuk vjen si rufeja, jo, ndërsa pronari i Onima ka qenë njeriu më jo profesional, më jo korrekt ndonjëherë. Po flas nga përvoja ime para shumë vitesh. S'pas ka ndryshuar as pak. Liri për gjestin, ka shkruar ajo. Megjithatë, edhe pse ka mbrojtur artistin dhe ka shprehur mirëkuptim për revoltën e tij, ka theksuar se veprimet e tilla nuk janë shembull i mirë, sidomos për një figurë publike. Sipas saj, konfliktet mes artistëve dhe kompanive që menaxhojnë të drejtat muzikore janë të zakonshme në industrinë e muzikës, por ato duhet të zgjidhen përmes proceseve ligjore dhe gjykatave, e jo përmes tensioneve apo dhunës. Ngjarja ka hapur një debat të madh në publik. Nga njëra anë ka mbështetje për gjestin dhe pretendimet se artistët shpesh ndihen të padrejtësuar nga kontratat me kompani menaxhuese, ndërsa nga ana tjetër shumë kush thekson se reagimet e nxituara mund të përkeqësojnë situatën dhe të dëmtojnë edhe më shumë karrierën e artistit. Rasti i fundit po shihet nga shumë kush si një paralajmërim se në industrinë e muzikës, konfliktet për të drejtat dhe fitimet janë të zakonshme, por rruga për zgjidhjen e tyre duhet të kalojë gjithmonë përmes ligjit dhe institucioneve, jo përmes përballjeve të tensionuara.